i madh kinez në Kinë. Për shkak të fluksit të jashtëzakonshëm, administrata që kujdeset për mirëmbajtjen e tij caktoi një kufi jo më shumë se 65.000 vizitorë në ditë. Muri është një strukturë monumentale me rëndësi të madhe historike dhe kulturore dhe ndërtimi i tij kërkoi disa shekuj përpara erës sonë me seksione të ndryshme të ndërtuara gjatë dinastive. Qëllimi i tij kryesor ishte të mbronte kufit verior të Kinës kundër pushtimeve dhe sot ai është simbol i qytetërimit të lashtë të Kinës dhe forcës së saj të qëndrueshme. Ai shtrihet për mijëra kilometra në të gjithë Kinën veriore dhe seksionet e murit ndryshojnë nga njëri tek tjetri, por të gjitha janë të ruajtura mirë. Statuja e lirisë në New York e konsideruar simbol global i lirisë dhe demokracisë. Duke tërhequr miliona vizitorë në portin e New Yorkut çdo vit, Statuja e lirisë mirëpret afërsisht 15.000 deri në 20.000 vizitorë në ditë. Ky numër luhatet ndjeshëm në varësi të sezonit. Megjithatë, vitet e fundit kanë treguar rikuperim nga rënja e pandemisë. Monumenti i projektuar nga Frederick August Bartholdi dhe ndërtuar nga Gustave Eiffel ishte dhuratë nga Franca për Shtetet e Bashkuara, duke simbolizuar miqësinë e mirë midis dy shteteve dhe lirinë. Ndërtimi përfundoi në Francë dhe statuja u dërgua në Shtetet e Bashkuara me anije, ku u përurua zyrtarisht më 28 tetor 1886. Ajo ndodhet në ishullin Liberty në portin e New Yorkut dhe për miliona emigrantë që mbërrinin në Shtetet e Bashkuara kryesisht në vitet 900, statuja ishte shpesh prezantimi i parë me Amerikën, duke përfaqësuar një fillim të ri.